Në palestrën e shkollës Fotopuka u zhvillua për 5 ditë me radhë kampionati i 11 i basketbollit për shkollat 9-vjeçare të Bashkisë Lushnje. Në këtë aktivitet sportiv morën pjesë 8 shkolla, të cilët u përballën me njëra tjetrën në ndeshje të ndryshme. Pas takimeve eliminatore, në ditën e 5 u zhvillua finalja mes dy shkollave, Skënderli Bohova dhe Fotopuka. Ky aktivitet u organizua nga QKF Lushnje dhe Bashkia Lushnje, në bashkëpunim me zyrën arsimore të qytetit. Në takimin përmbyllës të kampionatit mori pjesë dhe kryetaria e Bashkisë Lushnje Riselda Sefa, e shoqëruar nga nën kryetaria Maldrita Bardho dhe drejtoresha e zyrës arsimore Lushnje Arta Dhamo. Në fjalën e saj përshëndetse, kryebashkiakja Sefa theksoi rëndësinë që ka sporti për të rinjt, duke u shprehur se kampionatet dhe aktivitetet sportive ndihmojnë në promovimin e tyre dhe në zhvillimin e një jete të shëndetshme. Shumë kënaqësi që këto kampionate po i vazhdojmë me të gjithë shkolla, shumë kënaqësi dhe shumë falënderime për të gjithë shkollat pjesëmarrëse, shumë suksese dy skuadrave finaliste. Patjetër që një falënderim i madh që Qendrës Kulturore të Fëmijëve, e cila vazhdimisht organizon kampionate të tilla, sepse qëllimi i jonë si institucion është që të pasifizojnë sa më shumë sportet. Prandaj dhe pjesëmarrja juaj në kampionate tregon se sa shumë e doni sportin. Ju uroj shumë suksese dhe shumë faleminderit QKF-s dhe patjetër. Më pas fjalën e mori drejtoresha e zyrës arsimore Arta Dhamo, e cila falenderoi të gjitha shkollat pjesëmarrëse, duke theksuar se sporti sot është një element jetik për edukimin dhe zhvillimin e të rinjve. Të dyja skuadrat finaliste, skuadrën fituese, edhe të gjithë shkollat dhe mësuesit që morën pjesë në të kampionatit të 11 të basketbollit. Na përzon emocione shumë të bukura dhe shumë forta, suksese dhe aktivitete të tjera edhe më të bukura në prej. Në përfundim të aktivitetit u shpall fituese shkolla Fotopuka, e cila rrëmbeu kupën e kampionatit të 11 të basketbollit për shkollat e Bashkisë Lushnje. Të gjithë lojtarët u vlerësuan me certifikata dhe medalje pjesëmarrjeje, ndërsa topi i basketbollit ishte simboli i këtij kampionati.